Tragedia që ndodhi me Boeing 787 ra mbi konviktin e mjekëve, autoritetet ka shumë viktima. Avioni i Air India me destinacion Londrën me 244 pasagjerë dhe antar të ekuipazhit përfshirë 53 britanik pësoi një përplasje të zjarrt me njërë pas ngritjes nga aeroporti Ahmedabad në shtetin veriperëndimor indian të Gujarat. Fluturimi me numër 171 i Air India kryej nga një avion Boeing 787 Dreamliner urëzua përsëri në tokë në zonën e dendur të populluar Meghani të qytetit vetëm pak minuta pasi doli nga pista rreth orës 13:38 sipas orës lokale. Shërbimet e emergjencës po punojnë për të gjetur të mbijetuarit, por shkalla e dëmeve të paraqitura në imazhet e ershme sugjeron se ka viktima të konsiderueshme. Një zyrtar lokal ka thënë se avioni është rrëzuar në një godinë konvikti ku strehoheshin personeli mjekësor prej nga janë nxjerrë deri tani rreth 30 trupa. Disa persona besohet se janë vrarë kur pjesë të avionit u përplasën me godinën e akomodimit të mjekëve që ushtronin profesionin në kolegjin mjekësor të BJ dhe spitalin civil. Mbetjet e trupit të avionit dhe të ingranazhit të uljes u pan të varur përmes një vrime të hapur në anën asaj që duhet ishte një mens me pjata ushqimi gjysmë të gatshme që dukeshin qartë në stolat brenda, ndërtesa mbi të cilën është rrëzuar avioni është një konvikt mjekësh. Ne kemi pastruar thuajse 70-80% të zonës dhe së shpejti do të pastrojmë pjesën tjetër, ka thënë një oficer i lartë i policisë gazetarëve në vendngjarje. Ministria e Shëndetësisë e Indisë konfirmoi se shumë persona u vranë, por nuk ka dhënë detaje të mëtejshme që nga ora 11:30 e mëngjesit, sipas kohës së Mbretërisë së Bashkuar, të paktën 30 trupa janë nxjerrë nga ndërtesat e dëmtuara në aksident, ka thënë personeli i shpëtimit. Zjarfikset shuan grumbujt e mbeturinave që digjeshin me tubat e tyre të ujit, ndërsa foto dhe videot e bëra nga banorët e tmerruar në Meghani treguan se tymi zi dendur doli nga vendi i rrëzimit. Shkaku i tragjedisë ende nuk dihet, por pamjet duket se tregojnë aeroplanin duke zbritur në një mënyrë të kontrolluar në një kënd të lartë të undës dhe me sistem të uljes të hapur. Ai u zhduk për një çast nga pamja mes pemëve dhe ndërtesave përpara se një top zjarri masiv të shpërthente në horizont. Avioni u furnizua me karburant për një fluturim të gjatë deri në Gatwick dhe kjo mendohet se ka fuqizuar shpërthimin. Fluturimi thuhet se arriti një lartësi prej vetëm 625 metrash përpara se të fillonte të ulej, sipas shërbimit të ndjekjes së fluturimeve, i cili deklaroi se sinjali i transporterit të aeroplanit ra vetëm disa sekonda pasi ai doli nga pista. Ne morëm sinjalin e fundit nga avioni në orën 08:08:51 UTC vetëm disa sekonda pas ngritjes, thuhet në njoftim. Air India tha se në bordin e avionit të rrëzuar kishte 169 indian, 53 britanik, një kanadez dhe 7 shtetas portugez. Drejtoria e përgjithshme e aviacionit civil të Indisë tha se avioni dëgjoi një alarm paralajmërues pak momente para rrëzimit. Pilotët ishin me përvojë të lartë. Kapiteni Sumet Sbarval me rreth 8200 torë fluturimi, ndërsa oficeri i parë Clive Kundar kishte 1100 torë përvojë. Nën koloneli John Davidson, një ish pilot i forcave ajrore të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe konsulenti i sigurisë së aviacionit komercial, tha se të dhënat e fluturimit të avionit të rrëzuar ishin shumë të parregullta. Nga të dhënat në dispozicion, AIC 171 duket se ka arritur shqetësimin e ngritjes, por jo lartësinë. Duket se ka arritur shpejtësinë e ngritjes, por jo lartësinë. Të jesh në 625 metra me mbi 170 nyje më shumë se 4 minuta pas nisjes është shumë e parregullt. Kjo sugjeron ose një rrotullim shumë të vonë ose një bllokim e njëherë pas ngritjes. Ekzistojnë një numër skenarësh të mundshëm: probleme me shtytjen ose performancën e motorit, pesha e tepërt e avionit, konfigurimi i dobët i prerjes ose flapit, ose një defekt më kritik që ndikojnë në aftësinë e avionit për të ngritur. Moti era e fortë apo edhe goditja e zogjve nuk mund të përjashtohen në këtë fazë të hershme të hetimeve. Ish piloti i lartë një linje ajrore ka thënë për NDTV-n të Indisë se një goditje me zogj ishte një shkak i mundshëm i rrëzimit. Duket në pamje të parë si një rast i goditjeve të shumëfishta me zogj, ku të dy motorët kanë humbur fuqinë. Ngritja ishte perfekte dhe besoj unë
vetëm sa nuk ngriti marshin, avioni filloi të ulet, gjë që mund të ndodhë vetëm në rast se motori humbet fuqinë ose avioni ndalon së zhvilluari forcën ngjitse. Nga pamjet filmike duket ngritja ishte pa incidente, avioni udhëzua në mënyrë të kontrolluar. Ministri i Jashtëm britanik David Lammy tha se ishte thellësisht i trishtuar nga lajmi i rrëzimit, duke shtuar se Britania po punonte me autoritetet indiane për të përcaktuar saktësisht se çfarë kishte ndodhur dhe çoi avionin në këtë incident. Mendimet e mia janë për të gjithë ata që janë prekur. Mbretëria e Bashkuar po punon me autoritetet lokale në Indi për të përcaktuar urgjentisht faktet dhe për të ofruar mbështetje, thuhet në deklaratën e tij. Kryeministri Keir Starmer i quajti imazhet e përplasjes shkatërruese dhe tha se mendimet e mia janë me pasagerët dhe familjet e tyre. Zyra e ministrit indian të aviacionit tha se kryeministri Narendra Modi, i cili tha se rrëzimi ishte zëmërthyes për te fjalëve, kishte urdhëruar që të sigurojë që e gjithë mbështetja t'u ofrojë menjëherë përpjekjeve të shpëtimit. Modi tha se tragjedia na ka tronditur dhe trishtuar. Në këtë orë të trishtueshme, mendimet e mia janë me të gjithë ata që janë prekur prej saj. Të gjitha agjensitë përkatëse ishin në gatishmëri të lartë dhe përpjekje të koordinuara ishin duke u zhvilluar, shtoi zyra e aviacionit. Zyra e ministrit të aviacionit.